Të gjitha bizniset që i kom pas në Zvicër, u duhet me lanë krejt. Lini ideja djali, to marroni villë, rri me mamin, qetësohesh, to hajde nis pak edhe qaj. Po duket villa tepër e bukur. Veç me llogarit krejt dikon ofër 400.000 euro. Me tokë, me villa, me krejt kjo investim kështu. 40 i kum ble ka 82.000, 85.000 euro. Çdo kum bë pjesën e kampingut, ka kushtu dikon mbi 60.000 euro. Diçka e rjesë në Kosovë, kështu kamping në nivel evropian, i vetëm ky. Do pse rrin pronari këtu, ku i ki punëtorët? Unë jam ma punëtor se punëtorët. Sa punëtor i ki këtu? Unë e gruaja, një punëtor e kem tjetër, në kërkim. Në kërkim për punëtor? Kërkim për punëtor. Punë ka veç a dërë me punu, sa dush ka punë. Po dojnë krejt me dalë jashtë, në zonë sa këto si marë. Familjar ose qifte, për ndryshio. E lo shpras të pëse marë. Jo më shku ka ideja me pas familjar. Përshëndetje për krejt miqemin nga unë Eliona. Sot jemi arë në fshatin Grashtic, edhe gjatë rrugës që po e bojna këto, kemi rastis me i pa shumë villat bukura. Po njëna ndër tyre që mund ka lanë përshtypje mas shumëti është villa e Riza këtu në Grashtic, me të cilën po doj me intervistu sepse prej larg, po doket një villë mega e bukur, edhe kemi rastin, besoj me taku dikon brenda, edhe me na tregu pak për villën se qysh është puna atë. Hajde një bashkë me mu. Mishemi të dashur që ju paralajmërova edhe ma heret në rrugën që e bënëm këto e kemi gjetë villën Riza. Edhe bashkë me ta kemi gjetë edhe pronarin që është shumë maja e minimalja që kishmi mujt me e gjetë në herë. Përshëndetje, zotri Shaban. Si jeni, qësh po kalone? Mirë se gjetëm në villën e juve edhe kanë shumë vështirë me gjetë në herë nasha pronarin. Jo, unë zakonisht jem këtu. Çka bën ti këtu, pse rrin pronari këtu, ku i ki punëtorët? Unë jam ma punëtor se punëtorët. Ma punëtor se punëtor? Që prezencën e kam matë madhe. Sa punëtor i ki këtu në krejt? Unë e gruaja, një punëtor e kem tjetër, një tjetër një burë e kem pas e kalshue, në kërkim. Në kërkim për punëtor? Kërkim për punëtor, po. Tregoj audiencës që jetu li për punëtor se po thojnë njerëzit e Kosovës që s'po ka punë. Jo, punë ka. Punë ka veç a dërë me punu, sa dush ka punë. Po thuj që Kosova ka punë për me bo, për nasha vetë s'po dojnë. Po s'po du me gjiku për kanë, veç sigurisht ju, se të une i narë shemull, veç më gjitë punë, mas një mujdit e kam marrë rrugën e parë, vëlla s'po mi marrë shef, shumë largë. Që shumë largë, villat që të nkonë edhe atëherë, s'kanë devizë. Po s'di, po dojnë krejt me dalë jashtë. Çka kishe me ju thonë të atyve që dalin jashtë? Po mirë është shumë, mirë është me dalë me provue. Tregoj audiencës prej ka je. Tregoj audiencës se na e dina. Unë jam jetoj në Zvicër që pej 83-84, të mund që 20 vjetë e ma shumë, që një 4 vjetë gati 80% kohës jam këtu. 80% kohës këtu. A është kjo veç për shkak të villave që i ke punu këtu edhe tregon qysh ja ke fillu me punu me villa, ka ardhë ideja krejta këto se... Vëllaj, unë e kom pas një problem pak me shëndet, edhe të gjitha bizniset që i kom pas në Zvicër, u duhet me lanë krejt, edhe lini ideja djali, më theke mere, babë që to, marroni villë, rri me mamin, qetësohesh, të ne që është, hajde nis, pak edhe qaj. Që sa vite tha që ke fillu këto me punu me villa? Që kështë i 4 vjetë. I 4 vjetë? Që shkon puna këto? Në 10 orë i bëjmë 4 vjetë që i këm bo hapjen. Mirë, super, shumë mirë. Sa është e vështirë me pas një biznes në Kosovë? Po nuk është e vështirë me pas, është e vështirë me majtë. Me majtë është pak ma zërë. Pse? Po, nuk di, na kem qef, veç me marë, për s'kem qef me dhonë. E kem pak problem me dhonë. Me i majtë që është do të me i majtë, pasërtin, regullin krejt, do në investim. Mës me i marë, mës me bo investim heq, veç me i prit kush djendi, kush zvin heq, sepse 4 vjetë sikur ditën e parë, sikur sot është njëjtë. Okej. Pasërtia është në top list. Pasërtia, mikpritja, tjerat ka dalë. A je kështu strekt në punën e punëtorëve se që shë bojnë?
Po, kërkoj shumë. Tu nuk është punë e rëndë, ma dhe mundet me bo çdo kush. Po vetëm çka të bëhet, duhet me bo perfekt. Pa, nuk të lërë kur gjë heq. Edhe çdo villë që të pastrohet, pa e dërzu e musafirit, unë e kontrolloj. E kontrolloj unë personalisht. Personalisht. Po, personalisht e kontrolloj, a jam krejt në rregull, edhe atëherë në 3 ora është check-ini, edhe mundet me ardhë kush dojnë, s'ka problem. I keni ju të Zvicrës e Gjermanisë, na jem pak strikte, jam na jem pak tallakat, po. Na jem pak si budallat. Po e shoh këtë pjesën, domethënë të çmimeve. Camping Villa Riza, Mirësevene, domethënë edhe i ka çmimet krejta të renditën aty, me llojin se ku çka po do me nejt edhe çka po do me bë. Edhe Villa Maksimum domethënë për persona ku ka 60 euro. Po. A është kjo vetë si Jo për villë është, jo për persona. Po një villë është maksimum 5 persona, veç një, kam tjerët i kam për 4. Po ne nuk marr grupe. Grupe në zonë sa këto si marr. Familjar ose çifte, për ndrysh jo. E losh prasta po se marr. Pse për shembull, tregoma arsye? Po jo, arsyeja është shumë e thjeshtë. Unë e kam bënë investim këtu baja të mirë. Mos me shkaktu tani janë edhe ju më shku ka ideja me pas familjar. Tash familjar edhe të rritë nuk shkojnë bashkë. Si familjarët kanë qef pak muzik, pak me bërtit, pak sene, pak aty, familjarët dojnë ma qetësi, edhe kështu që shkojnë të dyjet. Edhe ju më shku ka veç familjarët. Okej, nëse veç një ditë e verës shkon një familje me një villë, a e kanë mundësin këtu edhe flija me qita jo? Jo, nuk e kanë mundësin. Mundet edhe mu bo, se nuk është problem, se na qesëm vetë, kur qesëm për vete që muj me alëqit në dispozicion krejt, nuk është problem, po zakonisht së më ka bo as një kërkes kërkosh. Po duket villa këtu ofër, nuk e di se cila është, po duket villa tepër e bukur. Unë edhe kamera me fokusu, po edhe muna me po edhe për ofër, a mundemi? Po. Kena me po edhe nga ofër që duket. Kjo është model unik, nuk është si ka kërkosh. Kjo tjetra po, nuk është model i jami, o kjo është model vetëm jami. A kena mundësi me po prej brenda që duket? Hajde se bashkë jam kurështare me di se që shpo duket. Pej ndërtimin kër e kanë bo, për 2 vjetë s'kam pas drejt me apo kërkoj, po deri shtash s'kam pas që i ka bodi kështë, kam pak kosto më të madh. Që ke marrë këtë farë idejen e projektit për me bo këtë vilë unike? Në arkitet, i ri, plot ide, unë e s'dejsha me i bo si kushtet zakonshme që janë, se nuk e kam për, nuk është punë për mbjetes për mu, për me jetuar. Këtu e kena edhe pjesën e grillit, edhe për me shiju qetësinë maksimale, edhe cilësirimet e zogjve. Bash. Këtu mëngjesi është, sidomos mëngjesi, s'mundesh me nejtë në krevet. Greshtica e ka edhe ajrin e pasër për ndryshe, është vend shumë i bukur për me qëndru me një kohë caktume, ose pse jo edhe marrë me jetu. A ishe këthym Greshtic me jetu a jo? Po, më thonë drejt e ma shumë flaj këto, se më Prishtinë. Tregon, kur i kam periudhë të fundit në Zvicër edhe çka po të bën tash ti me dallu mos me nejtë në Zvicër, po me arë këtu në këtë ajrë të pastër? Në Zvicër më kom para 1 muaj e gjysë, është të kom nejtë 1 javë, me thonë drejtën shumë rjetë. Sa atje shumë stres? Lo këtu në s'ka stres, kur gjë s'ka është kërejt tjetër jetë, atje s'kimi mas me kanë me nejtë. Po feks, atje nuk unë me shku me nejtë kështu mësafir. Jo, në vikend që e ka në kalon me familje, me dalë kafe, me pi kafe, me dikon është pak problem. E këtu veç aki ko. 6 euro nga një kafe këtu, kejtë familjes ju qetë me 6 euro. A kena mundësi me ortash edhe prej ofër me po? Se që shpo do këtë vende? Se këshoni pa këtë, se nuk është krejt e fshime. Në regull? Se nuk është e pregadit halja. A ke kjo që tha që është për 5 persona? Jo. është tjetra? është tjetër, po. Okej. Po ato kam në zonë nuk s'mujna me. Naltë është dhoma. Edhe kamera mundet me fokusu me po krejt vendin se që shpo do këtë. Në jenë mëngjes i hopë dritë të këto farë pirdet. Kur është pak koha me eftoftë, që s'munesh me dalë. Banjo është e modhe, kuzhina është komplet me qka ka, me televizion, me gjitha. Me krejta të mira për e fjallë. Këto veç mishin edhe të ngjillën do të me morë, tjetërse në tjera t'i ki krejta. Tjera që janë krejta. Me ju tregu krejt njerëzë kur shko dëshirë me ardhë verës, me kalu një ditë vikender me familje, i pas ka krejt mundësit e mira për me
për me shiju atë ditë bashkë me familje? Sezonin e naltë me kem dimnit. Shemën dhëtori, janari, shkurti, janë 3 muaj që janë 7 ditë një javë plot. Edhe bukuria është që vjen borë, po 8-6 grillat, skarat i dhezin, edhe në është diçka e pabesueshme, është shumë bukur. Dimni nuk është shumë i fort, po ka gjithë borë. Po, tregon pak krejt kjo pjesë e villave, qysh me sa ka fillu, deri në sa ke shpenzu? Qysh ka shku kjo procedurë? Po, tokën e kom ble, nuk kom pas, nuk kom pruna. Nuk është shka në pruna jote? Jo. Sa e ke ble tokën fillimisht? 40 i kom ble ka 300 euro, tjerat i kom ble ka 800, tash janë dikun një këtire 40 parafërsisht. Okej, që i bjenë në total? 1400 metra, po. A me euro? Po. Po, Allah, dikun ja 82-3.000-85.000 euro. Deri në 85.000 euro? Po, parafërsisht po. Së më kujtojtë saksisht e kanë kalu pak kohë. Për deri sa tokën e ke bo pezojmë deri në 85.000 euro. Krejt investimin villa, gjonat tjera, brenda, edhe krejt mbulimi kësaj, deri sa ka shku? Po qëta është me që pjesën për këtuj, se qëta kom bo pjesën e kampingut, të më onë 7 vjetë e kam përfundu, ka kushtu dikon mbi 60.000 euro, veç me logarit krejt dikon në ofër 400.000 euro. Me tokë, me villa, me qka krejt kjo investim shtu. Për 4 vite atë sa i ke bo diri tash, a ke mujt me mri atë shumën që e ke me ndu diri tash, që ke mujt me fitu? Pa ka shumë? Logarit që i kom bo, e kanë të kaluat limitin që e ke me ndu te? Po e kanë kalu për 50% është gati, se po që tashti me kamping këshyrëm. Kampingun e kom logarit që amullë si vjetë pej një prilit, e kom logarit dikon 50 kampera me i pas për krejt vitin, për krejt sezonin e verës, pse është viti parë, është diçka e resë në Kosovë, kështu kamping në nivel evropian, i kom pa 2-3 vene që janë diçka për si lloj kampingar, po kamping është i vetmi kënë. I vetmi? I vetmi në Kosovë. Edhe po veç mujnë në prill, veç mujnë e parë e kom kalu 50 që. 50 që? Të kamperave, kupton. Okej. Tash këshyrëm. Kosovë, pra mundet me kanë shumë e rrallë kjo me krejt kampingun edhe villat edhe pjesën më të mirë që e pas ke përfundu këto, jo gjitha vendet i kanë këtë pjesë që e mbulojnë me krejta. Jo, plus edhe tonë kom përnu 30 vjetë në Zvicër në kamping, musafirët të Irlandës nuk kom pas, as kom pa. Në Prishtinë këtu më ka ardhur musafir Irlandës. Irlandës? Pe Irlandës, po 2 burë e grue, shumë njerëz të mirë, shumë simpatik, për çdo kohë vetëm përçafojshin, edhe që s'më shumë marrë bashkë mirë vesh, se unë e flas gjermanishtën, italishtën, anglishtën shumë pak. Po, dyqyshja ja dalë. Dyqyshja i rrëshvesh? Po. A ke pas edhe prej... Të Kosovës kom pas asnjë. Të Kosovës? Hala asnjë s'kom pas. Do më thonë ekip krejt jashtë. Krejt huj. Krejt huj. E pari musafiri i Kosovës që të vjen në natë e kapi me. Gratis. O kush është shef këtë intervjisi pari, flok në ma shpejtse. I pari kam vere ose tind që është i Kosovës, që është shqiptar i Kosovës, se ka të parën ditë gratis. A di që ka këtë pjesë na nuk veç gjesë, mi svetojnë për marrë familjen teme dhe po vitë të një dhe. S'ka problem, nuk ka problem heq. Okej, veni të duke të patëm se cili i kanë edhe skarat të kampingat. I kanë skarat, që kjo pjesë është një pjesë ku është në projekt një restoran i vogël, po veç për njerëzit e kampingut edhe të villave. Po. Është një projekt shumë i mirë, po nëherë s'ka lek. S'ka lek, ha? S'ka lek njerë, s'ka mundësi. A du me shku tash në Zvicër me punu edhe pak ma shumë për me ardhë? Këtu e, se cila këtu, villat e kanë marru kampingut, kampingu e marron tjetërën, këtu që ashtu funksionan kjo, është në gjirë. Në Zvicër me qka je mirë? Qka ke punu? Qka ke bo? Krejt kohën kam punu gjithë me njerës, gjithë me turizm, kam punu në kamping për 30 vite, edhe
kom pas do pizzeria të mijat. Kështu që kom punu një fabrikë për 2 vjet, një fabrikë ku për dhe ke letra, po ja. Najna, Najna. ka në shans. Ja, me najt një vend mbyllur, nuk jam le. Kam qenë me najt jashtë, me najt me njerëz, me pas kontakt me njerëz, që ashtu është natyrën e kam qasisoj. Do të thënë ti me prejardhje e ka një lindur një Unë kam lind qëto, Ngrashtic. Ngrashtic. Po, që pjesën qëto, tani piktujt, kur i kom pas 4 vjetë të gjysë të gjënja shkum Prishtinë, kur i kom pas 21 gjysë, 22 më shkum Zvicër, edhe kur u plaka u këthej në Kosovë. Krej që shtu përja bojnë. Se po mendon që... Valla edhe të rritë më këthyje, shumë ma mire kanë këtu. Ta shta ta kushte këshirë të mundë dhe në atyre, ka i ke bo parët, me pare dhe ka laj për ty. Po çdo vend parët banë, ma shumë ma letë banë parët në Kosovë se në Zvicër. Zvicër nëse ki familje atje, është shumë problem. Me një rrugë si shanca me bo diqka. Kush e ka një biznes, një diqka jo është tjetër, ama kështu punë normal, e ki një pagë mujore, 5.000 euro shemull e kije, po jo, se 2.500 e pagun veç banesën. Unë edhe gruja pagun gati 1.500 euro, sigurisht mjekut muj për muj, shkova e do të mu pagu, është obligim. Plus shtojera do i kene Krejt do ato, po tanaj leasingat, tanaj kjo, tanaj jo, telefonat si cili del një majri, mule me marë. Qa me ndonë do më thamë për pjesën e rinisë kosovare që dalin me... Po, unë jam dakord. Provu me punu atje. Unë thamë jam dakord se shumica, unë 80% të kosovarëve nuk kanë pas mundësi me dalë jashtë. Me këshyr pak jetën, botën edhe jashtë qësh është. Ajo du të me konë një eksperiencë e mirë, se edhe nëse nuk nalen është ta me punu, nuk e gjenë vetën, kthehet, po ka pa diçka tjetër. Nëse ti eshe gjithë njëtin sen, edhe nuk horizonte nuk e hap me këshyr pak çka ka dhe për te. Në kupton, po kur delsh ti pajsh ti asi, nështë ndron pak edhe mentaliteti edhe pak sistemi jetës. Në kupton? Pse këtu shembull preciz nuk ka. Thot vinë ora 10, që unë para 2 dite pe 4:05 erë në 6:30. Tash a ke hangër dorë, këta po, edhe kom hangër, tash po unë jo. E ke llogarisht që dhënë hao. E kupton? Nuk në shembull në Zvicër, në Gjermania, Italia, pet është pak ma shallo, që tam pak më e lirë, por kur thot në 8 është në 8 fiks. Nuk është 8 në minutë. Ja, qëre na jena mësu këtu në Kosovë, ora për zona është 3, në ato në 3, po në 4 vina aty. Po. Jo, që ashtu edhe mu më thotë musafiri në ora 4 ve aty. Unë llogaritin 5:30. Jo një orë gjysë që zvjen para një orë gjysë. Po nuk e bojnë të madhe këtë punë. Këtu është pak ma ndryshe se që jeni mësuar në Zvicër në Gjermani. Po edhe për ata e kemi një farë lirie dhe jetojmë pak ma mirë. Jo në aspektin financiar, po ma pak stres. Stresi këtu nuk ekziston. A po thuj që është ma mirë pak, qështu? Jo, ma mirë është qyshja, veç, po ti mundesh me jetua edhe me kompleciz edhe pa stres. Po. Ati është krejt sistemi jetës është stres. Pse e hupe një minut, një vend tani krejt tjerat të hupin. Këtu e hup një minut, e hup një orë, po s'ka lidhe tjetër në nxenë, ose... Po fiks. Sajtë se s'ka gajle, në nesra. Tregon pak që kishe drejtu një pjesës dërmuse që ja vlen me bo biznes edhe në Kosovë ose me punu, edhe mundesh me e gjithë vetën shumë a shumë se që më donë me dojnë në Zvicër ose në Gjermani. Po, qore, ideja të reja, me pas, sene të reja, jo kopime, se qore të në Zvicër nuk mundesh me inventu diçka. Ose në Gjermani, se ata i kanë bërë gjitha. Këtu ki hapësirë me bërë diçka tjetër, diçka të re. Jo me shku gjithë njëtin sistem, ose të njëtin ide se ka bëjt, ta bëj edhe une, të aji funksionon në restorani, do të me funksionu edhe të une, shkon një restorant, ta shkon krejt restoranat e Kosovës, po thamë parafërsisht, i kitë njëtat menu. Ndryshon çmimin është 1 euro më shumë një më pak, po menu është njëjtë.
Po tash pse s'del dikush me i qitë do menyja krejt tjera. Unë e kom pas një kontakt me një kuzhinier për restoran, thash po veç unë t'ja 5-6 menyja të mijat, ti mësoj 6 muj, s'du asnjë cent, veç do t'mi bo 100%. Po ata nuk i hanë shqiptarët. Po shqiptarë, leti shqiptari shkon, i bon 20 km me shku diçka të re me këshyrë, me kërkue, me shijue. Tani më varet për ti, qysh sillesh ti, so e ofran, so e kujdesesh për ta, so për mu këthyja e për ti. Pa ai ka me shku me provu, si që ashtu kuriozitetit të ngrej. Po, fiks. Tash, në mënyrën mu gjujt, italisht e ndutarësi, mu gjujt, kem problem në pak. Zgudzojmë veç me shkojmë që tu qemë të sigurta, po tu qemë të sigurta nuk funksionon gjithë. Funksionon një vend, po jo dikon tjetër. Po këtu shemull, ka problemin duhet pak mu kujdes ma shumë se i qeveria apo dikush tjetër për njerëzit që investojnë. Edhe për t'jashtit, po sidomos për ka këto. Për të Kosovës, me adhon një dorë, me adhon një mundësi, me adhon një kredit, apo një diçka tjetër, apo që me marrë hapët e parë. Këtu e njës një biznes, po duhet krejt me forcatuat. Tanë, kini problem, nuk di, infrastrukturën, ujt, rryma, së merë kush parasysh. Që 4 vjetë unë jam tu në gjatën të shumaj të nga për rrymë, që pune jem të pru me agregat. Që vjen një Gjerman për Gjermanie, nalet këto rren, edhe mas një orë më thot ka një shtrumë. S'ka rrymë. Këta mirë se vjerë në Kosovë, që qështu funksionon të na. Në 2025 të është normale, sas në Afrikë nuk ekziston këtë punë. S'ka rrymë se ku me di, dikun ja i ka arë qefit, ta kenale edhe fon. Shka reklamati. Nuk është, shemëll najna mësua se nalet rrymës është problem. Vjen mas një ore, po nuk mësua i Hollandës, a i Gjermanisë, a i Zvicrës, a i një tjetër vend, mu vjen i nati. Edhe me punaj në shta. Me humbje, beso me humbje këmë punue, që 48 orë s'kom pasë rrymë, kom punu me humbje, po më koordinati kom pas 4 kamperat Zvicrës. Koordinati më këthy në Zvicrë e më thonë kesh në Kosovë, po s'kesh rrymë. është fort mirë, super krejt, por rrymë s'kesh. Kjo koha e fundit ka pas probleme pak me rrymë, se s'është gjithë që shto t'i kallëzoj që i kena të probleme. Unë që tu për vetë jam të pas problemin, maksimum problemin numër ne kam me rrymë. A keni bo ankesë? Kom bo ankesë, kom bo 100 sene, që tash për doket që diçka ka fillue, një pëlqim nga i ka ndonë me në gjitë një trafo, edhe besë që ishtu mrana një avë ditë dhe ditë diçka bot, se që ajo është problemi, e kupton. Pa ma heret që i ke pas domenia tua speciale? Jo, i kom pas, i kam, se i kom punu qatë profesione dhe gastronomine. Tregon cila i shkon menuja ma speciale që kishe pas këtu në kamperat tua, në villa, cila i shkon ma specialja? Ma specialja, shembull, dimnit është një lloj i djathit në Zvicër. Ata e ka si rëshov, edhe hjekët kështu tu nëzje, hjekët qitet patate. Rakleti? Bravo. Okej. Ajo shembull unë se kom pa këtë që ka. Nuk ka në Kosovë. Tartar besoj që ka, po nuk di se kom provu kur. Ka tartar edhe peshqit ose tljopës, po janë të nej vitello tonato. Unë e kom provu një vend vitello tonato, po të na po më kemi në gjohë, po vitello tonato jo. S'kesh lidhë me vitello tonato, majonez. Okej. Po janë menujat? Aty shemë vitello tonato është një menu e verës. Po. Është e freskët, edhe po, ka shumë sene. Po e menujat tua që i ke pa dhe në Zvicër, edhe ke pa dhe prej shokve, i ke pa vetë. Po në Kosovë i na mësu, faktikisht na me do pleskavica, me file pule, me... Jo, nuk është krejt ashtu, se ka restorane që
e kanë një kartë shumë të Po, e kanë një meni për gatit. shumë të mire. Po. Me peshk pak atë janë pak më mrapa, ose sigurisht se edhe na në si pop nuk e preferojmë shumë peshkun. Po me mishta kështu janë ka shumë restorante që kanë një meni bajagi të mirë. Po. Me peshk pak ma pak. Po nështë se s'ka kërkesa, nuk di. Gjithsesi, faleminderit ju shumë për kohën edhe krejta fjalë që na i tha deri tash. Ishte Villa Riza me cilën përmes intervistës kam Camping pas Villa mundësi. Riza. Camping Villa Riza në Grashtic. Ka ndryshuar prima përpara kam veç Villa Riza tash po Camping Villa Riza. Okay. Riza ka qenë baba jam. Riza prej, domethënë emri i babit Emri ton. babës po. Që sot e mbon këto edhe E mboj me fanatizëm. shumë prej tij. Shumë me fanatizëm e mboj. Faleminderit Edhe shumë. mundohuna mos me zhgënjy. Shpresojna shumë që kime pas punë ende ma shumë, edhe krejt njerëzve që shohin përmes kësaj interviste kanë me ardhur dhe me pëlqyer këtë vend shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.